secili nga ju i prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Me 18 gradë Celsius po e fillojmë edicionin e parë të kësaj jave të Drive Me Crazy, po uroj që e keni shiju Klan Radion që nga mëngjesi që ka ardhur me programet e mëngjesit, pastaj edhe të pasdites. Uroj që keni shiju kudo që na keni dëgjuar. E tash është momenti për dyshen simpatike, që mi thon vetë simpatike. Mirë pjethote. A më kur po është dyshe, po simpatike. A kur po është nishe, po është vispatike. Patike tani nuk po më i me thon. Se po tingëllon si mu livdu. Ej, mirë se ardhet, jeni me mua Fione dhe kolegun tim simpatik Simin. Për juve që jeni në përvetura në këto momente mundeni me na tregu se ku janë pjesët më të ngarkuara, ku ka më shumë kolon nëse ka 049978978 në Viber. Nga ky moment i pret informatat e juaja rreth komunikacionit. E gjithashtu edhe sot e kemi përgjedhur një temë për cilën kena me diskutuar së bashku, që pas ka kap nxehti këto se tha 18 gradë Celsius para më. Me 18, çka ka me bokje me 38? Kështë menu cili është Simi, cili patiku. E këshëm të gjithë pak ma vonë që ta. E vendosëm pak ma vonë. E hedhim short. Se njëre kena punën që do të me diskutu për një... Jo, mo. Do të me diskutu mosën, po botë që hini një dorë. Dora e ndritit, është mësë të thot ne. Kena një temë për cilën kena me diskutu dhe kena me ju prit në vazhdim edhe me telefonatat. Po dojna me foj për rëndësinë dhe sigurin dhe shëndetin në punë. Ose që nuk dita botërore e sigurisë dhe shëndetit punë. Edhe po dojmë me ditë sa... A je po më rëndësina? Më thonë është edhe shëndeti, se shëndeti nuk është vishme qenë kështu mirë pa grep, pa dim punë, po ka llojet punëve që do më thonë ndikojnë në shëndetin, njëjtën kohë për sigurinë, sa kujdesemi në punë, se nuk është... Veç për punë fizike, aty mos të ngacojmë. Më thonë ishtin durët aty ku s'do të ka njerë, vish kur të shes që po dridh pak diçka. Po dojna me ditë që ta qysh është e ju. Edhe me na thirrën na tregu. Edhe ku qëndrojmë na si vend ndoshta. Edhe këta që jashtë me na tregu pak edhe atje qysh e kanë. Me bomi po shefi pa ato sanë ta ju vërtet. Atje besoj që ligjet janë shumë më të forta. Jo ligji për ligj po tot shumë. Respektueshme. Patëm një ditë Paulina e ka pas domethënë një ekspert me kast në podcast na ka. Pa, dhe tha ligji tha është wow. Po kështu sa qysh tek se dina. Edhe vet punëtor më jo mos se çase vish shpejt po hypi pe kryqit punë nuk lidh unë. Theshta mund dal me ndërlidh me një lajm që kish bujë në rrjetet sociale, që është një person e ka padit kompaninë që ka përjashtu pri punës pa bazë ligjore, pa kur gjë heqë, dhe ai djali kish ngrit zërin ndaj padrejtisë, sepse ligji ekziston edhe ato shkelen vazhdimisht, por nuk ka njerëz që reagojnë ndaj padrejtësive dhe ndaj shkeljes së ligjit. Kështu që dhe na kemi ligjin për sigurinë edhe për shëndetin edhe krejt këto, po sa respektohet edhe na çka bojmë si popull ndaj të drejtave tona. Sa i kërkojmë. Jepja një me muzikë. Jepja një me muzikë dhe rikthehemi më tej. Është Ardi Mirdoni dhe Angela e kanë bënë këngë 3. Pak pe disponojmë se hanë sot domethënë lypet, pak apo merr vesh pak atmosferë. A ke menduar thirrët kënga? Mui me ta thonë dhe në sy. Paramendoj një reper të thonë kajt apo kajt. Kajt. Apo qajt. Qyshon e kena në komunikacion juve qeni dhe dëni me përfitu nga çmimet më të mira të derivateve më të mira. Shkoni te Petrol Company në Çaklavis në të dy anë të rrugës. A përshë çmimin? I pash. 1.13 benzina, 1.13 euro dizeli. Sa për juve që keni nevojë për derivate, shkoni atje dhe përfitoni nga super çmimet. Pra në Çaklavic, në dy anë rrugës Magistrale Prishtinë Ferizaj, ndaleni aty, rimbushni makinë me derivate. Plus asajna keni edhe lojë shpërblyese, mos harroni. Në Facebook mundeni me i marr informatat me pas se çka po dhurohet, çysh me u bë pjesë e lojës shpërblyese. Krejt këto mundeni me i pa në Facebook, e shuni Petrol Company edhe i merrni krejt informatat. Edhe një herë sa për me unxe, po ju tregojna se kena një temë, po dojna me folë për sigurinë dhe shëndetin punë, për juve të më thonë që jeni në marrëdhënie punës, keni qenë marrëdhënie punës edhe sa i keni kushtuar rëndësi kësajna.
sa ju kanë kërkuar edhe punëdhënësit, sa ju ka kërkuar se sa i ke kërkuar ti siguri punëmarrësit. Mi thonë që po, më me bëj gjithë punë, pa e dini kom do kushte për me se s'moj bashkë me dalë që ashtu vish haj tani, na? Kështu që po dojna me ditë duke na telefonu në 049978978. Çe telefonata e parë? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, përparim. Jo, mirë ti si jem? Shumë pat. Sa të po zën. Po bre, koha e mirë sot edhe gjatë javës më duket kanë me shku të urrit temperaturat edhe pse pak vranësira, po më duket shis kena me pas. Nëse mande e këshyri për siguri se kanë me qenë që tash për fatsusion. Përparim, sa mendon që na si shoqëri, si vendi kushtojmë rëndësisë së sigurisë dhe shëndetit në punë? Kjo është pyetja për sot. Ja, po që më tonë në erës së dëgjova. Tash ne si shoqëri, si shtet, sa i kushtojmë rëndësi sigurisë dhe shëndetit në punë? Unë Allah vesh në drejt, di që një vjetë të qisa, di që që në më të përpëritja, të mësë Allah s'ka... Nuk ke punu, që sa kothe nuk ke punu? Që një vjetë të qisë, jam të më të fritit, me ide më ka shimë më punë. Okej, që një vjetë e gjysë. Mirë, faleminderit për parim, të përshëndesim. Tung, ditë mbarë. Sa i përket temperaturave, mos e vish pyetje, po sot maksimalja ka qenë në kryeqytet 19, nesër është njëjtë 19, po minimalja është vish 3 gradë Celsius. Që është shumë interesant, po për ata që zgjohen erët me pas kujdes, pastaj vazhdoj me 21 gradë, 21, 22, 25. Shi nuk ka me pas deri me 6 maj. Po më intereson. Kryesisht që vjen me 2 maj, aty që janë prish pushime këtyne. Po më intereson që shkon kon temperatura. Mirë, do me thonë, me 1 maj është 21 maksimalja, me 2 maj është 22, me 3 maj 25. Tani vjem, do me thonë, me 6 maj pak e fladit, se ka që në shkuat e vrim. Po, për Prishtinë, ja, mos më shkon apo detin se sana. Çka jetu dosh më shkon lart pak, ha? Jo, në Ulqin, prit veç pak. Se është atje më feste. Është 25 gradë Celsius, të premte 25, pastaj 24, 22, 23 deri të hënën. Mandej të martën tamam kur të ktheni është shi. Sa bukur. Atje pe fladit ka domethënë se bota atmosferë rro. Prej 1 deri me 5 është vetëm me diell. Ndoshta ka pak vranësira të shtunën dhe dielën edhe të hënën, por me rëndësi shi nuk ka. More që atë ai të pas është minimalja se unë çdo e kshy mund të më intereson. 17, 16. Domethënë mund të shpejja në plazh vogël pak pa problem, ha? Pa problem. Kush e duron të ftoftin pak ujin e ftoftë? 17 gradë është ftoft, bre? Pajtash uji është ftoft. Maksimalin e patëm. Uji është 17 gradë. Okej, është. Ose kështu për pak edhe, mos e lëni për pak. Mos shkosh as larg, vish pak ti kallzoj këtu në çën komunikacion, shumë komunikacioni. Kështu edhe dursen, se interesant ka kjo var punë. Vish ti kallzoj në çështë puna e kolonave. Po zhvetërnikut me kolonë keni deri tek rrethi duplex, e ngarkuar është për myqas rrethi duplex edhe nga rrethi i ambasadës, ka kolon hyrja në Prishtinë nga kazerma Demjashari deri tek udhkryqi i katedralës, e ngarkuar është rruga Gim Ramadani nga udhkryqi i Menzës tutje, si dhe rruga Tirana po shihet me kolon në drejtim për tek rrethi brapa stadiumit Fadil Vogri. Këtu janë informatat që kanë arrit në 049978978, që ka dhënë një pjesë tjetër me kolon këto momente po e shoh. Po na tregojnë edhe për çastjen për tek rrethi i Çaglavicës, që në këto momente është pjesë e ngarkuar. Pastaj Fjolla na dërgon një foto, na tregon këtë udhkryqin aty tek Menza, jo tek konviktet, që shkon prej rrethit spitalit me vazhdu tutje, po shihet edhe kjo pjesë e ngarkuar. Faleminderit shumë për informatën. Alo, përshëndetje, telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty si e? Mirë, faleminderit ju. Kush na ka telefonu kështu? Keni mungu pak. Edhe ti na ke mungu. Nuk më intereson kush është, s'po ja një zonë. Po për herë të parë po thirr po mdokët, për herë të parë. Hupin një 5 euro. Jo, se i ka hup kjo boll 5 euro tash. S'pa i gore, Orhan. Koncentroho. Tash fundi mujit, edhe po më shte pani nesër. Ka 5 euro në fund. Çdo petrogoni medicin, çdo petrogoni medicin tuaj. Ku në Ulqen i duan parë. Jo, kjo sta që kanë me shku, për ata që kanë me shku na tha. Është pyet tregoj që keni kohën e mirë edhe në Dorës edhe në Ulqen edhe tani kshirim edhe do vende tjera. Na jena këtu. Me këtu hin. Po. Si ke kalu? Mirë, faleminderit, mirë. Tani që shpjo lidh tani me ejtë pranë të ku që shpoj lidh ka? E lidhin. Po, që shpoj lidh ka? Din këta që punojnë për në ajrë, as për qeveri, as për kuvend, as për kërgjo, këta që s'din as për këm punojnë, këta e lidhin. Okej.
Ka shumë që se jo s'ki qa vazhdon s'ki qa vazhdon sa la dhe këta si kanë kry aty punë të venë. Na e veç po im po thojmë po jo dhe po dalin. Hajde ditën e mirë Rroga po hes pi javnin po. Po Rroga ju hes plus me ditja që kanë marrë pjesë aty. Orhan. Edhe unë kum lidh veç tash kallzoj. Çka ke lidhë? Apo vjen këto atysh? Ja, këtu kesh ma herë tash që të kam. Okej, thash mos po vjen se e di që do të thonë edhe diaspora ja ka nis veç me art, kështu po vrehet. Sa një ovjem këthy, kesh një tatër. Qysh kalove? Mirë, super. Edhe sa murmanja me na vizitu, jo? Jo dhe jo. Jo, na ka thirë, na ka shkrujtë, po s'kena mujt me po, s'kena mujt me taku. Me mend, po, isha nga... Qash me rëndësi me të ejtë, me mend që soj unë bo milioner, po qatë ju met? Me mend, po. Po, mërë me mend. Orhan, po flasim për shëndetin dhe sigurin në punë. Ti mund është me na tregu pak atje. A bëni kontrolla rregullisht për punën që e bën? Edhe a ju obligon, do me thonë, puna për me i dërgu analizat, me i bo kontrolat, edhe qysh është siguria në punën që e bën ti? Sa i përket Zvicrës, ka shumë regula strikt punës. Pa mërë parasysh çfarë do domeni, çfarë do punë që i punon. Po? A më shëndeti kryesor është koncentrimin punë. Që se si koncentru në punë, edhe më të vesh me aeribaga, me shka mas, si të bësh me rapi në aldit. Do me thonë, a i respekton ti regullat e sigurisë në punë, so shumë e rëndësi edhe për neve sa i respektojnë a regullat? Na kemi kontrollat që na kontrollojnë edhe neve, që ose nuk e qesmi që i thejmë na kaskën, helmetën. Po, helmetën. Ose nuk e veshmi atë... Dorzat, syzat mbrojtëse, po. Reflektus, për këpuc maja është, pa këpuc nuk lënë me hi kërkon, pa këpuc me sigurim që janë me... Po e kuptoj. Amo kemi kontrolla që na rrin mbrapa në. E nëse të nxen kontrolla, do të thonë pa i respektuar çito. Çka ndodh? Personalisht ku mor 2 herë vrejtje, ti aty kryesorit sigurimit se kom qit helmetën, kaskën se kom qit. Edhe herën e tretë çka ndodh me ty? Herën e tretë ma ka dhënë letrën atë shtëpia. Do të thonë herën e tretë veç ta bën çaj durt nalt, po dokumentat këtu në rrjedhë dhe thotë tuli durt hec. Po mund të komunes sot edhe nëse ndodh, po besoj diçka brenda asaj kohe që ti nuk i ke përdor pajisjet, përgjithësia të vetes ty, a? Vretja ka shku. Vretja regjistron sistem dhe tani ti më kon më mirë. A mund të më falsim që po të ndërhyj, veç po më intereson, a mundet kjo me të penalizu në ndonjë punë tjetër për shembull? A kanë ata në sistem që ti ke qenë i papërgjithshëm në punën e mëhershme? Këto janë rregullat që asaj firme, do me thonë, për shkoj që lërkon ato jesin aty, ki dosja jetë aty. Okej, po do me thonë një punëdhënës tjetër, do me thonë kur shkon ti në punë, me të vetë pse e ke lanë venin e punës kalume, ose pse të ka, pas mujta mi thonë, as të vesin ata, vish do me thonë, ka nevoj për punëtor, hajde. Sekret, është nuk e ka me obligim më të vetën, amo... Okej, po ruan, po të kuptoj plotësisht. Orhan, shumë faleminderit, se shumë e mirë, do me thonë, ky shpjegim kja shumë i mirë prej teje, falenderoj. Po, na kem të diskutu edhe me Fionën, që do me thonë, këtu janë këtë regullat e ligjet e kretë, do me thonë i shep, po sa i shep prej atyne, unë edhe e ndritin i ditë, falenderit shumë Orhan, për mos me të marrë ko, do ndërtesat nalta që po bomi, po më do të qatje mas nalti. Edhe mund e ke ky me afru e mora e afrova pak e porm, më thonë nuk besoj që na njëni prej tyne pat diçka. Den edhe pse ajo në alësi shumë e madhe, po si do që tjetë, pas për kujdes, se për juve është, nuk është për ata, po. Go plus për juve që dani me undime, shumë energji, pjam numër 1 në vend, e ka bo dhe një super lojsh për blyse. Në po i dhurën në 16 vetura Avatar 12, 8 Kosovë, 8 Shqipëri. Qysh me u bo pjesë e lojsh për blyse, loja Go Plus .com është vefaqa, ku mundin me dërgu kodin, që e keni nërkapa kur të peni Go Plusin, sa ma shumë kode që dërgoni, aq ma shumë shanse për me fitu një anën prej këtyne veturave elektrike të mrekullueshme. Këshirën e nëse se keni po alas është shumë interesant për me pas një vetur. Që telefonata tjetër? Tjetërën telefonata, alo, përshëndetje. O, përshëndetje. Përshëndetje, Batir edhe për ty. Njëri me Go Plus. Energjia në maksimum. Batir, qysh ke kjo fundjavë për ty? Shumë e mirë. Shumë e mirë. Edhe çka ke planifiku për ditët në vazhdim? S'dihet që planifikon shumë sene, por nuk dalin. Nuk dalin. Dihet do të thonë një tip spontan, a? Çka do që të vjen, mirë se ardh.
Po gjithmonë. Batir, po flasim për rëndësinë e sigurisë edhe shëndetit në punë. Tregom sa ke pas ndoket përvojë ko gjatë të punës. Para pensionimit. Unë e pata me ju vetë, a ka për shembull që tash ai që kontrollon punëtorin. Po? Që është i obliguar për mbrojtje punë. Okej. Duhet me pas ai, ne kena pas ato referentin për mbrojtjen punë që na ka kontrolluar çdo herë. Po që ato adeshta edhe me të pyet. Ti ke pas përvojë shumë gjatë në punë. Tregona mas pari ku ke punu edhe çu ka funksionu siguria dhe shëndeti në punë. Ku punuar në elektron, në gjitha mirat 37 vjet. Për shembull, ka gjetë pa dorza, ka gjetë pa dorza, ma ka tërhiq vretjen. Kjo është vretja e parë. Po. Vretja e dytë o kanë 15% dënim për rrugë. Po. Edhe me vretjen e tretë çka ka ndodh? Ai e përjashtu? Ja. Nuk po thon ti personalisht, po punëtori. Shkallën e dënimit. Arriti shkalla e dënimit. 50-100% tani vetë gelon se s'ki qysh pa rrugë, po. Ku duhet me shkua pa shnem me për repart në punë kërkon. Okej. Dhe më thënë ka pas kontrol, ka pas vrejtje, ka shku gjithçka sipas rregullave, sipas ligjit. Teshat e azbestit, punërojt temperaturës. Ato jenë konë që e kanë mbrojt njërin shumë për temperature. Po. Ku konë temperatura nalt, nuk ka hi me teshat njëjta, po jenë konë ato të azbestit që e kanë mbrojt njërin mos me sos të kurën. Po. Batir, kështu si në përgjithësi, tregom a ka pas kulturë, a ka pas respektim të rregullave atë kohë. Se dikush normal që i ka shkel ndonjëherë tek tokë ndonjë rregull, po në përgjithësi a ka pas kulturë për me respektu ligjet, rregullat e kompanisë. Gjithmonë njëri tjetrin e kënaruhet sikur me kon për veti mu kujdes. Edhe për ku kon puna për pa ardhur referenti, që kon puna e rrezikshme pa ardhur referenti, me për pa punën, a është për me hi, a është për me punue, nuk ke guxu me hi. Do më thënë ka pas rregulla kogja strikte. Po qysh jo? Referenti edhe ka vërtetuar nuk ka kushte për këtë vend punës është i rrezikshëm, ose është tepër temperaturë nalt, nuk bën me hi. Faleminderit Batir shumë që ndave këto informacione. Unë ju përshëndes. Edhe natë përshëndesim edhe javë mbarë. Faleminderit. Faleminderit. Keni ju edhe gjithë familja juaj. Shumë faleminderit. Edhe në shpejtë dhe në punë, edhe kjo vlen me u thonë. Faleminderit Batir. Janë këto korporatat si korporata energjetike, do që hala me siguri kanë rregullat kështu strikte në miniera për shembull, se aty një gabim i vogël po mundet me qenë fatal. Mundet me qenë fatal edhe duhet me qenë shumë strikt. Po flasim përgjithësi edhe për vende që s'kan ndoshta rrezikshmëri të lartë, po të afekton në tjetër mënyrë, për shembull një gabim i vogël ose një shkelje e vogël. Këta në banka, një zero ma shumë, një ma pak edhe ece. Ose paramenot të Prishtina tiketit, thirë jo, mos ma le me 6, lema me 7, një numër. Ja qëtë një zero për para për masë edhe eci. Nëse për juve mas mirë e keni me rezervu vetë se e keni online pristinaticket.net, futeni edhe mundeni me rezervu biletën me i pa destinacionet drejt Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut dhe anasjelltas gjithashtu tani e keni edhe në Parisin. Kështu që futeni tek pristinaticket.net edhe nuk keni nevojë po hesh tret. A kujtove se një televizor që kishte dalë në ofertë ndul në rrjetet sociale, edhe për një numër që po thotë, ish bën 19.000 euro televizori prej 24.000. Çka je të thonë? Po, jo zero, po një nën që këshën shtu ekstra. E kanë shtu, e poshën e që ato? E pe, po e poshë. Zemronsi edhe mu. Jo, ne po të kalzej 3 ditë ju mdojnë vishim silë në përsheshme, me në isha qka i vynë, kujna i vynë. Ashtë e mundur, në televizor, në 19.000 po thashtë e kam bo për marketing, edhe që ashtu paska. Alo, përshëndetje. Jo, pregabim. Kush na përshëndet? Si edhe si kalon? Shumë mirë. Remze? Te di që si e tash marrëdhënie pune, po ma përpara ke qenë, apo? Ma para kum qenë 10 vite krye punëtor në hortikulturë.
Hajde tregom se çeta është edhe një punë tjetër që një fushë tjetër që na intereson. Qysh kanë qenë domethënë rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë? Çka është dosh me pas, a i keni pas parasysh ato ajo? Në siguri që kompononi më vite oficer korrektus, gardien, bërë, misrëvic, mrekomic, atë gjithë sabah kontrolën e krapos, komandantin kontrol më në bo. Çfarë kontrolla ju ka bo? A i keni pajisjet, a ju ka bo mos pështeni diçka mrena, sa aty bon disa lloje të kontrollave? Unë po flas tash për bërg. Po? Ka që në dhele armën, a i ki fishek të krejt. Po, të në mrena. A i ki e palicën, lësisat, pregaditën krejt. A je i pregadit për me punu, mirë. Shkam dhe në punë. Ka gjithë gabim 1 herë, 2 herë, 3 herë, me qunë shpet, s'na ka qunë kërë. Se ka gjënë dhani me punës fratë. Do më thonë, nuk të ka qunë shpe, po të kanë denu. A të kanë denu me diçka? Ka denu 30% 6 muj dit. Tani të ndesh puno, ndesh shpe. 6 muj dit, për 3 herë gabim, 30% do më thonë të rogës për 6 muj dit. Jo veçajt, a i njësej si me qit jashtë, a i ma mirë me qit. A ju kam pyet kështu emocionalisht ose fizikisht a i një mirë, për shambull, me të vetësim, a i me shëndet mirë sot, a i gatshëm, a i në gjendje me punu sot. Ka dalë se po të shët diçka si e mirë sot me im punë. Plus gardian, që është punë këgja, Nëse në konë 6.8, 20, i ka do gjysën anë, gjysën me. Amo, a ju ka pyet kështu me shëndet a jeni mirë, se pe di ato mës na tregoj që i ka ndodhë. Krejt ka vetë, a je i gatshëm 3 herë. A ju ka shti me dërgu analiza, këni dërgu analiza në herë? Mi thonë shko për një analizat. Analizat i kena pos në atë mjekun tënë. Po, dhe të mjeku, që ashtu? Po, ato dhe për qëllime tjera i kanë bo analizat. A i shefi të mi letëzu analizat. Për përdorim të ndoshta shumë seneve, po se është një institucion shumë delikat. Po pra. Ja, të e në konë stek. Okej. O dosh me koni pak, i një shnësh vetë, që ashtu i për me mujë, po normal, që është. Ja që s'mujën atje. Shumë faleminderit që na ke thirrë. Kjo është shumë e rëndësishme, se e qeli edhe një temë shumë e rëndësishme. Edhe se vjen njëri smu, domethënë smu një kolektiv. Edhe këtu kanë pas shumë kujdes se përveç kolektivit, po komplet edhe të burgosurit është e hajnë kapak. Që do të me këshyra, je mira në rregull analizat, pas ke diçka grepoj. E shtëpia. Hajde nesër. Hajde paras me marr telefonatën tjetër shpejt, po shkojmë deri te Autotrade që na e kanë sjell Toyota në vendin tonë, edhe kret ju që po mendoni për një vetur 3 këtë pranverë ose këtë verë ose për kurdo që i keni punë me u bë me një vetur 3, kanë marrëveshëm duket me gjitha bankat e Kosovës përndryshe për mënyrat e pagesës. Shkoni në Autotrade edhe shikoni modelet më të reja me teknologjinë hibride. I keni krejt modelet, e kemi përmend me cimin shumë herë, mos bojmë edhe bajat, por cili ka ajo Paco Luna që përmend ti. Po Yaris Crossi është Paco Luna që është në ofertë. Ideale, sidomos për qytet. Valla për malë se po e nolta ajo pak. Është pak si një far mini jeepi kështu. E mirë, tamam. Ama përmenda për qytet, për shkak se është e vogël, është kompakte, mund është në për qytet, në për kolon me qarku komplet, plus në pjesën më të madhe në bateri, dhe çmimi është 28800 ka qenë, tash është 24900, 10 vjet garancion, po sigurit lartë, këtë këtu i ka kjo. 10 vjet garancion, mo aty. 10 vjet garancion. Alo, përshëndetje, telefonata. Përshëndetje juve, Fiona, përshëndetje për cilësimin. Faleminderit, kush na përshëndet? Sadiku për Energjis. Kur zgjidhom me thirr shtoshkurt? Jo. Sadi. Ja, çfarë jo? A vjen Sadi? Mujna me thirr edhe më shkurt. Sadi, tregom ti ku punon, çka punon, çysh është e rregulluar kjo pjesa e sigurisë dhe shëndetit në punë. Të cilë është të vështirësire. Në me punu pe i morësit jem pension parakosh, punoj veç këtu ku jam, po domo këtu nivel norvezik, këto rregullat e sigurisë punë këtu nivel bash. Se është domethënë gjithmonë kanë pas një të zgjidhur prej kolegëve që na ka kontrolluar gjithmonë se ka qenë domethënë dikush prej kolegëve për gjerc për me bëu atë kontrollën. Po tregom çfarë fushë, çfarë kompanie ka qenë? Vozet e autobusit jam. Okej, edhe çysh ka qenë kjo siguria edhe shëndeti, çysh ju kanë kontrolluar dhe për çka më konkretisht? Po, pikë spore, kanë ndodhur për shembull si është kun punë, janë kon mjekt ato, mbas spore na kanë kontrolluar për alkool.
Nëse ke konsumu diçka? Janor pa paralajmëruar, po domthon janor. Veç kriter. Si inspektoriat kështu që vin pak. Atë veç për Frysh do pak. Po domos të thani, edhe uniforma kuptohet, uniforma me kon e pastër edhe me kon çyshi për shtotet, për dimën, për vejë. A keni pas në limit Sadik kur ka, domethënë sa orë ose sa ditë para punës keni pas lejuar me konsumu për shembull alkool? Sa është dash me qenë ai periudha? Po një motor janë kon në mendrimeve. Nuk e mund një motor po nesh në ndrim, spokën kon një motor pauzë me post. 11 orë pauzë, prej ndrimit të kaluar. 11. Okej. Tjetër çka kanë kontrolluar? Po, do të vol pak nëse edhe për Kosovë, se që punëdhënësit e Kosovës që nuk i plotësojnë kriteret e sigurisë, nuk ka diskutim kjo, se nuk i plotësojnë që duhet. Po vetë që edhe punë marsit, edhe punë turt, me respektue heqa. Unë në bashkë Kosovë, në bollë me banesë ku jam, unë po ndërtuar në ndërtesë e re. Po me po ata punëturt në për ato skele, në për ato... I ke vrej do me thonë që s'kan asnjë mjetë sigurisa? Jo, po nuk më mërmanja që edhe punëdhënë se i thot bëne qashtu. Pa edhe me thonë ti do të me thonë jo, pa i pas pajisjet nuk hypi që atje. A dyqysh është, kurse runë vetën, kush ka me trujt? Edhe pse i shdash me qenë obligative, se patëm raste që të dënon nëse nuk kujdesësh ti për vetën tane, se e ha unë si kompani. Normal. Po. Domethënë s'ke çfarë pa kujdes për veten, por edhe punëtorët si punëtor më duket janë shumë pa informuar për kompanive. Po, jo gjithmonë, patjetër. Kompania. Punëtorët janë shumë pa ndërgjegjshëm. Po dhe na si popull mendoj edhe na si popull si fuqi punëtore na duhet me qenë të informuar pak. Unë e kisha shti si lëndë zgjedhore të paktën, shkollë fillore, shkollë mesme, ligjin e punës. Se secili fëmijë prej asaj shkolle, prej aty në studimeve ka me dalë në marrëdhënie pune, qoftë jurist apo çka do tjetër, ai duhet me ditë se çka janë, cilat janë të drejtat e tij, kudo që të punoj. Edhe besoj që pas pak mosmarrveshje. Po. Çfarë më një shembull tjetër? Unë para të kohës mora në Kermeqiro. Edhe ai më tha që kur më dha Kermeqiro, çfarë faktu tha për ta rripat e sigurisë e kisha ato pjesë e metolit vetëm shti që mos monia dorë. Po demek mos u lidh çoj. Ai ka pas me provokua, e ka pas qysh me poç për agon tipi Evropës. Po ai ka provokuar, vetëm doja të provokoja. I kish pas atë po. Nuk është më lehtë me nxit të rripin e sigurisë, se është për sigurinë tonë. Nuk është që policia po do na duhet me na dënuar. Ju pengon shqiptarëve, ju pengon. Ajo është rrypi, është brenda në veturë, nuk është jashtë veturës. Më thonë është pajisje jotja brenda. Unë për vetë ty ka dosh me të provoku me këtyra penzeta jo. E kisha dënuar. Veç më stanin se ku të nxojnë pa to kanë me dënu. Veç këshire mos e ngjetet nxojnë të kallzoj. Bine as mohabet s'po bojnë. Po nuk ka që policia po ko qef me na dënu neve. Mirë na bën. Mirë na bën. Me telefon dorë tipi gra kerret. Kanë qenë pak më i rujt për mërgjimtarët kur të vinë, mos i shkoni keq. Po ju mos i thëni ligjet edhe s'dënoni tani, edhe mos e qeni edhe policin në pozitë palakmushme aty me thonë çush bre me dënu tash. Po ma fal atë se kesh do vish pak në telefon TikTok. Tani dal dikush do të çe vesh neve po na dënojnë e këta këtu. Ej. E na kur po shkona që na dënojnë atje? Vllat prejn. A, po as si po të vetaj. As nuk i intereson ai turist as ka. Ai honse, vesh po ta çon domethën kur po të vjen në shtëpi fotografia. Pa rrëp. Te kalim shpejtësie, po. Me njerë me që ato po do të me shku në bank, mi thonë, apo që të një kredit. Qështë e kom punën. Ej, faleminderit shumë sa të përshëndesim. Jo, se është tema sot që kina me diskutu. Jo, tema është që kina me diskutu. Normal se ka sene që kanë me diskutu pak ma gjatë se që duhet. Po, për me pas një kondicioner gjatë në shtëpit tuaja, me 5 vite garancion, duni me zgjedh kondicionerin Bruno, që është kondicioner që është shumë efikas groje ftovje, që ka konsumin energjis minimal, i tillë është i dizajnum. Po përveç asoj na bën edhe filtrimin e ajrit, kështu që ku shkoni me bleni kondicioner, e zgjedhni kondicionerin Bruno. E kemi të radhës, alo, përshëndetje, para se me shku dej në Albi. Përshëndetje, alo, përshëndetje. O, përshëndetje me shoku, si e? Mirë shumë. Si ke kalu? Mirë shumë u knaqëm. A e lodh? Jo, ka pak. Se jam të i lyp shtëfionës, diçka ashtu më lyp, po. Faleminderit. Ahmet? Urdhar se. Unë e di çfarë profesioni, çfarë punë bën, po ndoshta i shkon mirë më u kallzu këtyn e tjerëve dhe po du me ditë se sa çka duhet me pas, cilat janë pajisjet e tua në punë që dush me i pas gjithçysh se vjen shefit vërtet. Vallai arsim shefin ndoshta nuk vërtet, po e ki si obligim është tishat e bardhat më lerit, kpucat i ki
që janë përpara në konë me heje kararsim, po që tash janë me një farë plastike përpara, a janë shumë i fortë, sukur ka Po, dhe janë shumë praktike se ato që kanë qenë përpara, e vërtet? Po, janë konë me heka, po që tash i kanë letu, i kanë vënë me një farë plastike speciale, që me të zonë skelja, naj gurja, naj komp, nuk ta vrën komën, se janë ato, jo thojnë, I ngjajsh me si këto ndërkombëtarim do këtë. Po njëjta, se tash me më lërë dhe ai gjithë ka hyp. Tash tregon në hypin na për skelë, arsim. Ai përdor syzat, Syzat i përdore kur të kime thynaj sen me qikeqa me flex. Po kur t'lyn? Ja, kur t'lyn ju. Pse? Po valloj arsim si përdore, se unë si përdore normal mund është me morë i kit plastikës, po si përdore, nuk e di se jam shumë su ku me thonë profesionalist edhe dia pika spik se e mos ka me ndodhë pre njera i nalta e tjetri që është të punu tap të arzën gjyren, qka thuti? Po arsim normal dohet me vnu syza, po unë nuk i vnaj. E mos ka vnëna me se ngjyra aromë substanca të dëmshme. Edhe me flex dohet me vnu, po ndërkohë varet ku edhe prej punës e prej ngjyrës në shta, Po me bo me të nxon shefi pa që të farë punën e syzave ose na i farë pajisje mbrojtëse. A dënosh? Me zonë pa syza mundet me thot vënoj thot syzat. Po, me bo me të nxon 2-3 herë? Por mos do të me vlu vetë arsim se kur qëmët plon. Po, është normale. është pluni shumë i keq. Edhe dishta me thonë arsim për skele. Skelet vina ta të punës, shpesh, kur t'i shohin ato shtëpijat ose ndërtesat me skele vini kontrollojnë, edhe une përpara kur kum vnu skele para 20 e kusur vjete, e kum pas obligim se unë jem konë që kum punu mati me skele dhe kum paskry do kursat skele. Po? Edhe në ato kursa i kena mësu që do të me mush letrën, do të me kontrollu skelet edhe nëse arshin ata të punës, ta gjojshin keq, Këtë për mishri punëtorët edhe me morë me regullu, edhe nuk e guxu mo, kër e ke regullu, këndish me thirë, hajde këshore se e këmë regullu. Edhe na i denim aty këto? Denimi, po, sefte mund është me kështu, po s'do me... S'ka erën e dytë s'ta falaj, ta më puna, njerë ga bën, erën e dytë e ke bo me qëllim. Ahmet, faleminderit shumë që na ke thirë dhe që e ke spjegu, edhe për të përshëndes shumë e pas një pasditet mrekullueshme. Arsem edhe një përshëndes shumë e kalofshim një. Faleminderit Ahmet, po shkojnë në Rubin, veni jot i preferuar. Po shkojnë pak në Rubin, në Albi Mall, keni edhe në qendër Prishtinës edhe në Ferizaj. Edhe në rruga Garibaldi edhe në Ferizaj keni. Hajde shkojnë atë në Albi. Në shtatit po pret edhe informata rreth komunikacionit, po presim na tregu për pjesë më të ngarkuara, edhe njerë po duam ju rikujtoj juve që jeni në përvetura në këto momente me shkute Petrol Company në Çaklavic në të dy anët e rrugës. Euro dizelin e keni 1.13 për litër, benzinën 1.13 për litër. E në Viber mundeni me u bë pjesë atij komunitetit për me mësu çmimet, po sepse i ka edhe për pikat e tjera, tregojnë çu janë çmimet, çish më bë pjesë atij komunitetit Viber, veç e shkruani në Facebook, ata ju dërgojnë një link, edhe bëni pjesë atij komunitetit. Çaklavica me Kolon, do më thonë, nga Preoci me vazhdu tutje për në Çaklavic me Kolon magistralja Ferizaj Prishtin, nga Veterniku lart Kolona nga Albi Mall për me shku edhe të rethi me flamur dhe në kalimit të rethi duplex, hyrja në Prishtin me Kolon nga kazerma dhe mjashari tutje deri tek salla 1 tetori, e ngarkuar është rruga Agim Ramadani në drejtim për tek Udhkryq i Menzës, vazhdon nga Udhkryq i Menzës Kolona rruga Agim Ramadani deri tek rruga B, Fakulteti Teknike tutje. Pra edhe kjo është njëra nga pjesë më të ngarkuara në kryeqytet, si dhe rruga Tirana për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vokri. Këto janë informatat e radhës që kanë arritur në 049978978. Kena me fol pjesën e dytë. Po. Gjema. Kush është? Të veç pini do limoni Gjema. Përshëndetje. Asi limoni fjona Gjema. Djali po ja thotë emrat e dyve. Përshëndetje shumë për neve, përshëndetje shumë. Se s'disha jetea dikush tjetër, dy telefonata ma përzive. Jo, ne jam kon, ne keshte ju ngu, po kur e pas e dul, kështu se në televizor po vjen pak më vonë. Po për çato na thonë gjithë me nën televizorin. Mi javë kalzu më vonë. Jo, veç fotografinë. Faleminderit, të përshëndesim shumë e nis. Tregom ti çush jem.
Mirë fillon. Edhe e di që ke punu në për shumë vendet të punës, edhe vazhdon me punu në për vendet ndryshme të punës, tash s'po di a je në disa puna apo je tek e njëjta kompani? Veç 12. Veç 12. 12 kompani. Po, e njëjta kompani. E njëjta kompani. Veç që kam shumë vende kështu. Po, tregom sa i kushton rëndësi kompania ku ti punon, po dhe ju si punëtor, sigurisë edhe shëndetit në punë. Qysh e keni të rregulluar me këtë pjesë? Çdo kompani e rregullon bazë ligjit, po e ka atë ligjin e vet. Po, na fion për shembull pa dorza, pa këto kecilet që thonë për parset. Edhe pumat i kena, dhe me thonë të masnet na i bin. Po, e keni dhe me thonë uniformën edhe mjetet që du të me përdor. Po, i kem edhe pa dorza nuk bën hiq me të pa që i të punu. Okej. Se koptohet na jem pastru se punojmë gjithkon edhe kështu që çdo 6 muaj e kena kontrollën për shembull durve. Ju bëjnë kontrolla dhe me thonë. Para mendoj, ju binë edhe produkte dhe me thonë për me i rujt lëkurën, shëndetin. Për me i mbrojt durët se... Prej dorzave të kohët. Po, këto dorzat, zdohen na i bin me paket, nuk na i bin për shembull... Jo, po din me kriju probleme me dur. Po, acari me tharjet lëkurës. Po, edhe kështu që edhe krimat edhe... Unë për veti, adin më kanë pëlqy shumë, se një tjetër vend kur kam punu, fillim kur kena hitu, atëhere u konë pandemia, kur kam fillu në punu, normal që u dasht me maske, me krejt mirë, po krejt firma, jo, ma kur gjë, e ma vonë, mas 1-2 vjetë, valla mos ju ka interesu as për dorza, as për kur gjë, a kjo tjetra kompani, kjo ta e marin ma seriozisht. E përmenda ma herët edhe këtë pjesën e shëndetit mendor, se ka njerë shumë e rëndësi, ose është tash sidomos viteve të fundit shumë ma e rëndësishme është edhe shëndeti mendor në mesin e punëtorve. A ju pysin do njëherë që shjeni kështu e nisa, ju pysin a ju intereson, nëse je mirë ti, si non, e dyshmive? Dhe me thonë, kur shkojmë çdo 6 muaj, a të tolerojnë për shembull mungesa ndo njëherë edhe pa arsye? Po, mund ka ndodhë shumë herë, për shembull i kom thonë nuk jam mirë, për shkak jam kom stres, se ma bin gjendjen e djalit. Çka kanë bo ata në këtë rast? Jo, ata veç e thirë të rrinë shpe. Jo, diçka ma, se këto tana janë këto mjekët ndomë, se cili, të se për shembull shko te psikologu, se aty po. Ta japin dhe me thonë një rekomandim, një këshill? Jo, nuk... është krejtë ndome, ajo diçka krejtë tjetër. Amo të pysin, për shembull kur shkojsh në kontroll, të pysin a ki diçka me shtu, a ki me shku të naj mjek tjetër, apo naj analizë ekstra me bo, po, për çdo gjobi se dan ato. Shumë mirë. Kjo është shumë rregull, mu pëlqen kjo. Edhe neve për na pëlqen. Faleminderit shumë, të përshëndes shumë e nis. Javë të mbarë. Edhe unë ju përshëndes edhe ju uroj gjithë mirat. Faleminderit gjithashtu. Tung. IPCO përveç se po kur dini tash po shkoni keni më shku për një majë këse me dal mos harroni me marr internetin e IPCO-s, po përveç internetit juve qeni me pa komprima, mos harroni që me 24 këste ju dhuron IPCO mundësi me shku me ble televizorët nga brendet matinjora në secilin dyqan atje te IPCO. Kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, shukran. Përshëndetje, e kena telefonatën tani Viber, po shtu janë 2 të fundit, se i kum pranu të 2, po telefonata ka ardhur pak më herët, kështu që po i dhojna përparësi. Si jeni dhe si kaloni shoku jon? Mirë, jo, e një lodhë, si u kaloni? Jo, as pak si e na lodhë, çfarë të lodhë me? Si kaloni të fundjove, mirë me fundjove. Fundjova ka qenë shumë e mirë, du me thonë jova ka një salama, mirë që shto. Si kjo kërësurja me shenë me shëndet. Kemi me rëndësi mirë. Po, me rëndësi unë jam shumë mirë, edhe besa jam të këshyrë që tash me një, se të kalzoj për motor pak ma për vespën. Po, për vespën. Në vikend kja shikëshyra pak. Hajde trego. Një orë 7 aja ishtë pështem. Një të lejt, po se kafja 2 po pritet mu bo gjithkon, jo veç zhesh, po një të lejt, du me thonë e blen bosh me vespë, ku dush të Ventoro Motors tek automita, që i rom shkort. Hajde tregon, du me thonë për punën që e bon edhe, për punën që i ke bo, edhe cilat ju në kanë, du me thonë ato regullat e punës për kujdesin, për shëndetin, për sigurin të anë në punë. Po më glasë si punëtor që i kam përru si punërantar. Te 2 jatë po du me ditë. Te 2 jatë po du me ditë. Për që ata tash? Në cilën e Siri, kur kom marrë, si kam fillu nuk kem një punu në përëbik të ta kem punu në shastortive, njështë nuk kanë qenë në regullat dhe në cilën ishtë, kur kem në kontrolën e ke pasë dhe
kërkesa se çfarë pajisje do të pas ti kur shkresh në orën e punës. Dhe nuk pek mundësve, mbrojtja këmbës, domethënë dorza. Çka ka ndodhur nëse si ke përdor pajisjet se mos t'ju vina pajisje verën? Çka ka ndodhur? Jo, s'ke mujt me vazhdu të në mëngjes, domethënë automatikisht. Keni pas kontroll çdo ditë? Rreth. Kontroll të rreth. Edhe domethënë ti nuk e mujt me vazhdu punën nëse nuk i ke pas pajisjet për çka dhe ke pas kontroll të mirë. Edhe kjo ka vënë që të kesh siguri, po këtu të ndodhë për shembull asim edhe nëse vron një gisht, po supozojmë në orë të punës, domethënë nuk përgjigj sigurimi shëndetësor më, po sigurimi pensional. Domethënë sigurimi pensional më ne kthen të mbrojtja e punëtorit, edhe tash nëse ti për shembull ke shkel rregullat si punëtor, atëherë ti edhe gjovitesh, edhe në ndodhe gjumë ma modë, për shembull sankcionit. Po nëse ti e ka domethënë me pajisjet e tua dhe ka ndodhur aksidenti, atëherë ai të mbron. Me njëherë, automatikisht. Që tu është krejt ajo që ka përmënohë me thonë me fionën që duheni mi pas pajisjet për arsye se nëse ti je me pajisje dhe ka ndodhur aksidenti është diçka tjetër. Po je pa pajisje që ka me thonë ai. Ja, pa pajisje vallai këtë është rregullat e shumë strikte e për ndërtim. Si punëdhënës, shpejt, si punëdhënës, se jena në minutin e fundit e kena edhe një telefonat. Si punëdhënës tash, tregom. Ai kontrollon edhe atë ka ndodhur në herë, domethënë dikon me pas që ka qenë pa pajisje, mi thon, hajde shko te shtëpia. Ka ndodhur edhe domethënë se na vjen ndoshta kështu dranazhinje këtu me vonë, shan 60 cm në rregullimi që mos më shan vëj, për shembull, me pas çizmet që janë adekuate për shembje të tillë, domethënë që si ka pas ti kam çumë në shtëpi, edhe domethënë është gjobitën pag. Domethënë për arsye se nuk e kam bërë rregullat. Sepse i kushton kompanis nëse ti nuk punëtor zbratën punë. Po çfarë është problemi? Po përveç kompanisë, unë i fundit ndodh kompania. Emri kompanisë. Kemi kontrolluar shumë, Kosova ka 64 sektor. Sa rreth. E di Kosova ka pak për sa ka nevojë për me pas, edhe gjithmonë domethënë është njëna prej arsyeve që përflitet tani kënej, po ne besoj që nuk ka nevojë me ardhë inspektori, secili vend i punës do të me pas inspektorin e vet, që i rrin gati punëtorëve, nuk ka nevojë me ardhë puna deri te inspektori, atë me ardhë inspektori me thon pse e hyp atje në shkollë, e nuk e ki ato, po no, mirë, hajde që urdhnohen, unë i kum kontrollu para te, unë mendoj që na duhet me pas vet secili punëdhënës me pas inspektorin brenda. Në rast ta tregoj shpejt, kam shkuar në kazinë amerikane dhe nuk e kam ditë të rregullat që kanë ata. Automata kishin rregullat edhe s'kish lidhje çfarë punon në tokë, shlemin apo vojtën në kokë, tash ke shvetë. Edhe krejt kompania tash nuk mund dita sa da si kish shumë veti, pak si të tokë amerikane, dhe rregullat amerikane. Jo, tani është fat mirë nga thonë, jes për mas. Gaspar, përshëndesim se e kena edhe një shpejt, ish para se me marr tot shpejtën, po duam ju thonë juve që dëni me shku me abo mas punës një relax vetit, mos harroni Swiss Diamond Hotelin në qendër Prishtinës në ato spote mrekullueshme 038220000. Çe telefonata e fundit. Kemi të fundit për sot, alo, përshëndetje. Amo shumë shpejt se kena kaluar krejt minutat. Afrimin telefon për Finlandës. Afrim, ti e din qysh e kemi situatën, hajde diltim. Për punë ndërtimtarisë, këto kompanitë e ndryshme i kanë rregullat secillet vetat, edhe nuk ka nevojë që do të arsimi inspektorat më hap për vet, po ata i kanë kontrollat e veta në një firmë madhe për shembull në Finland, ndërtimtarisë, ti nuk mundesh me hi masporin mrena pa i pas pajisjet krejt, s'lon me hi, hiç. Pungojnë vetë syzat me të mungu, thot, ja, merre syzat. Ta ndërprim punën e ku me di çfarë. Se ko edhe nën kontraktuese sane, nën kontraktues tani gjobiten në qoftë se nuk i përmban rregullave të firmës, se i nënshkruajnë marrëveshjet që do të më përmbajt rregullave të sigurisë në punë. Shkon tani në far dëmi zinxhiror kështu, po. Kemi edhe far kartela, do të më pas, do të më shkollu faktikisht për siguri me ditë çka të vyn ty, çka do të morru, çka do të morru. Shumë e mirë kjo, kjo është pjesa më e mirë, domethënë. Faleminderit Afrim, përshëndetje. Shumë keq që na thirrë pak më herët. Unë mundu më na thirr Afrimi e kum po. Ejse, faleminderit shumë Afrim, të përshëndesim shumë, faleminderit edhe për krejtë dëgjuesit. Mos harroni me shku në Enza Home gjatë kësaj jave se ofertat pranverore po vazhdojnë hala. Keni produkte nga Dorian, mobilje nga Dorian në super ofertë, kështu që shkoni në Enza, vizitojeni edhe merrni çka do që keni nevojë, sidomos ju që po e rifreskoni banesën shtëpinë ose po e ndërtoni nga e para. Ne vazhdojmë me bashkë në pjesën e dytë deri në orën 18. Deri nesër mos harroni me hap shumë dashni, paqet plot shëndet.